Por ndryshe përdje, kishim një tribunë në Prishtinë. Tribunë e madhe ishte, mashallah. Në mesin e tjerave, thash, do t'japim besën gjithë për t'i falë 5 vaktin. E tash, a i quen të gjithë gishtat, jo, nuk e di, për me u betu në Allah për 5 vakët namaz, u duk se numerikisht shumë u quen duart, inshallah të gjithë i kanë jënë betu Allahut për me falë 5 vaktin. Pas tribunës mu afru një djaliri, tha na keshti me u betu o diçka të madhe. Thashti, ta mërmendja që tepër ke? Ati ju duk tepër. E tash në mesin e tjerve që ka quaj në ashta durën, unë se këm pa ka quaj në publik durën. Mirë po, a i ka halin namazi mës mu falë. Kjo hali sot i personit, mës le obligove shumë. Unë s'kam obligu, unë kam këshilu bashkë me ty, po i betohem i Allahut subhanahu wa ta'ala, as një vakt mës më na hup. Që shka mundësi muslimanit me i hup një vakt, një kohë namazit? A ka mundësi muslimanit me i humb një kohë namazit? Vetëm nëse humb vetë dijen, e i ka kalu koha, e humb vetë dijen, e i ka kalu koha. Mundësh me thonë, por nëse i lidhëm, a i mendë së në t'i lidhë kërkush, vetëm gjilpona. Edhe i lidhëm falësh. Po abdes ku marish, i lidhëm si t'jepi dushmanit, pa abdes falësh. E bëjsh një jetë dikund, se një jetë i pranohet takim ma Allahun. Ajo nuk i ka ndodhur kuj, e namazi nuk lihet. Prandej, Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam i ka thonë, Muadh ibn Gjebelit, më zgabo me elon një namaz me qëllim pa e falë, ja Muadh, la të truken në salaten me ktubeten mutaammida, me qëllim, s'ka shancë, fa innehu men tereke salaten me ktubeten mutaammida, sepse një namaz, me qëllim kush e len pa e falë, me qëllim, qësh është me qëllim, merdhen do musafir, bon qaje, kafe, muhabet e drek, namazi drekës shkoj. Kjo me qëllim, s'po që është mu falë. Ose i qindis, ose i acis. Ose qëfar do tjetër, kjo me qëllim, s'po do mu falë. Po e gjon një arsye e cila nuk pranohet të Allahu subhanahu wa ta'ala. Deri sa i vjermin konop, nëse e ka shpirtin, nuk i pranohet arsyeja për namaz, e i burgosin në ersir të qelis, aje ky, e i smunti nuk i arsyetohet, atëherë pra, ku arsyetohet ti, këm pas mësafira, pëse se erdhe me falë drekën, së në falë, vallaj, se vishin e dilshin e shkojshin e sartshin, pune madhe. Ti me Allah si e taku, sepse kush e leni namaz, me qëllim pa e falë, fëkat buri et minhu dhimmetullah, prej ati është pezulluar ndihma e Allahut subhanahu wa ta'ala, nuk është ndorë të Zotit. E prej ati që pezullohet ndihma Allahut, nuk është ndorë të Zotit, vel e jadhu billah, Allah i në pështoft, ndorë të kujtë është insani. Kurse pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka urnu bon dua, ka thonë, Rabbi, la te kilni ila nefsi tërfet e ajin. O Allah, mës mle mua në përgjërsin time, as për një sekundë. Tërfet e ajin. Tarfet e ajin, sekonda në këtë pejgamberit, sahatas ka pas, e mërmi ditë sahatat e minutat e sekondat. Na ta shpi, që kemi da, që shna i kanë da. Tarfet e ajin, përsa i qele i mshel syt, ne i them shqip. Mës mlen dërë teme, kush që je ti, o robi Zotit, Allahu me të lanë ty në dërë tënde. Allahi mës në lëshoft nga dore ati kur, ja Rabbi. 5 vakët namazin mëselini. Dëgjoni ju në shkolla që ka jini mëzdmon sebeb, në klasë shkolla me le, pa le, namazin mëselini. Namazin s'lehet. Buka vanohet. Edhe lehet, s'kom hangër sot drek, ha dark. S'kom hangër me ngjesin, ha drekën. Amo a kam lënë sot drekën, nesër kam me falë, njën prej firmashve të vendit tonë, firmashve që ka firmë të vetër, i ka e 5-6 punëtora, 7-8, nuk i di sa, po më tregon punëtori ti, mu po më tregon. Po më thot, kur kemi dasht me ardhë me falë gjuman,
na ka thonë, hajt, se vjen gjumaja qetër, punoni, vjen qetra. Qetra vjen, po kjo gjumo shkoj më, kjo s'vjen. E dita, koha i fol njerit edhe i thot, o robi Zotit, unë jam koha jote, dita jote, sot nese nuk më shfrytëzoj shti mua, kur mos kom me t'u këthyje. A në vjen më dita sotit edhe njerë? Vjen në mot edhe njëherë, po në mot je një vjetë ma i vjetër, edhe kjo ditë mos të këthyje, o këthyja jo dita e vitit ardhshëm, 2012. Allah i na i falë, inshallah ta'ala. Pra namazin më selini o vllazën musliman.